falen gjobat për mos instalim të pajisjeve fiskale nga data 1 mars deri në datën 31 gusht 2013. Vetëm pak ditë më parë, qeveria miratoi projektligjin për faljen e dënimeve administrative në formën e gjobave të vëna në bazë të kontrolleve dhe verifikimeve tatimore të kryera për periudhën 1 mars deri 31 gusht 2013. Në relacionin që shoqëron projektligjin sqarohen detajet se kush përfiton nga falja dhe kush jo. Sipas relacionit, kur pjesë janë bërë 3 ministri, ajo është zhvillimit ekonomik, tregtisë dhe sipërmarrjes së financave dhe drejtësisë. Bëhet fjalë për faljen e gjobave të vendosura si pjesë e detyrimit tatimor të vendosur nga administrata tatimore ndaj tatim paguesve, të cilat vetëm janë evidentuar dhe kontabilizuar në regjistrat tatimor në mënyrë abuzive gjatë periudhës 1 mars 31 gusht 2013. Gjobat që falen janë ato të vendosura për mos instalim të pajisjeve fiskale apo mos lëshim të kuponit tatimor, të cilat për periudhën e mësipërme nuk janë paguar, po kështu falen gjobat e vendosura që në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji janë ankimuar dhe janë në proces ankimimi administrativ apo proces gjyqësor. Relacioni shpjegon dhe kush nuk përfiton këtë falje, nuk falen masat e tatimit dhe kamat vonesave, të cilat janë evidentuara dhe kontabilizuara në regjistrat administrativ tatimor nga data 1 mars 2013 deri në datën 31 gusht 2013 sqarohet në relacion. Gjithashtu nuk falen gjobat e vendosura të cilat janë të regjistruara automatikisht nga sistemi informatik i tatimeve për shkak të shkeljeve të dispozitave të ligjit për procedurat tatimore. Ministrit akoma nuk ka një shifër se sa do të jetë kjo falje gjobash, por sipas specialistëve të ekonomisë, kjo falje mund të ketë një kosto që shkon deri në 3 miliard lek.